natë që bëra dush me setin e shampove të Amarli. I kam vlogët e lagura. Dhe tani do shkoj t'i thaj me tharse dhe t'ju tregoj rezultatin. Tani, desha të sqaroja diçka. Edhe në qoftë se keni rënje, mos u shqetësoni goca, sepse rënja është normale që të bjerin flok, sepse si çdo lindje ka një, si çdo fillim ka një mbarim, një lindje ka një vdek. Që kështu është normale rënje e pakët. Se do të thotë që na rrisin flok të rinj edhe cikli vazhdon. Nuk është normale kur rënja zgjat tër vitin dhe shtohet, domethënë sasia e flokëve që bie është më e madhe. Pastaj normal që po i mbatet flokët bisht, lidhur për shumë kohë, shtrënguar fort, normal që floku nuk bie, këputet. Okej? Edhe mos ngatroni rënjen me këputjen e flokëve dhe baby hair që lindin, se duken ato që lindin janë të buta me maj, dhe ato që këputen, arrin kështu drejt, përpjet, se janë të këputme. Okej? Që kështu shkojmë t'i thajmë dhe t'ju tregojmë rezultatin, se sot kam është një bluzë e kështu kjo si të bukur, vetëm se telefonin e kam lënë shumë lart. Ndërkohë këtu kam Marli. Sot është e premte njerëz, mbarova dhe palestrën për këtë javë, jam shumë e lumtur me rezultatet që kam arrit. Okej? Ti tregoj të çik outfitin ta vë çik telefonin poshtë dhe do t'i tregoj pasi kam thënë. Shikoni outfitin tim si është? Kam vesh këto xhinkset që tani goca më rrin mega të gjëra. Shikoni? Mega. Por që okej, se dua të rehat. Dhe më pëlqejnë modeli që kanë, që kështu sot kam veshur këtë bluzën që e ka kurizin krejt jashtë. Shikoni? Dhe xhinsat janë, tani dhe pikëllar që t'ja tregoj se ndryshe. Xhinsat janë kështu. Tani më rrin gjëra, po përpara më rrin ngushta, okej? Dhe janë të grisura këtu te gjuri. Edhe këtu te gjuri tjetër janë grisura dhe janë vinë kështu. Okej? Presi të zbres mami poshtë, hapo? Hopa! Okej. Shkojmë thajmë flokët edhe vim ju tregojmë rezultatin, por shifeni çik çfarë shkëlqimi që kanë. Shkoni? Shkojmë t'i thajmë dhe çik se dhe pse janë tharë goxha, sepse unë mbajta bëshirin vëndër tani. Sa për janë arritur tepër shumë flokët, ja, shkojmë. Unë jam drejt. Flokët janë arritur tepër shumë, sepse gjatësia ime flokëve ka qenë kjo këtu. Kjo ka qenë gjatësia ime flokëve që tani është balukeve. Dhe tani kam këtu. Shkojmë t'i thajmë dhe kthehemi që të tregojmë rezultatin. Dhe voila! Flokët janë të thara, plotësisht. Shkojmë? I këtë tani se do pres burrin. Në më vim burri tash me gocën në shkolla. Vajtit marina në shkolla dhe sot është e premte. Në pret weekendi për para e shola për ndonjë gjë. Imagjino të lësh dhe pak buzët, dhe s'kem nevojë për asnjë gjë tjetër. Më pëlqejnë shumë rezultatet, shumë farë më pëlqejnë. Hey guys! Shifemi pas një 2-3 orësh që jam arrit do hangëm drekën. Tani është ora 2:30. Le pash. Edhe njerëz jam këtu me 2 bebat e mi. Dhe më ka ardhur një pako nga Bella Oggi. Unboxing dhe më pëlqen fakti që se kanë hequr këtë ngjitsin këtu që mund ta përdor edhe vetë këtë pakon për të bërë dhurat ndokuj. Edhe po, paketimi vjen në këtë mënyrë. Bella Oggi.
unë e kam marrë edhe herët e tjera. Edhe po më mbaronte, bëhet fjalë për këtë lapsin këtu. Colorazione? Ngjyra numri është 303. Edhe po mbaronte me thënë drejtën, shiko. Që sa pak ka? Jo, ti nuk do të shikosh ti këtë, fare. Ta shikojmë nëse më ka gabuar vingshon. Cos'ha lì dentro? Edhe këtë lëm kështu. Uala! Është një që ka këtë bënda. Wow, e shikon? Mamma, me ne è Okej, është e njëjta, por më duket se jo, njësoj shumë. Mamma mia! È mia adesso! No, nuk është asnjëherë nga ju. E mora që mos më ngelesha pa të, domethënë, por nuk do ta hapim se kjo ka si gjelimin e vet. Do hapim të vjetrën, që është këtu. Jo, hapa të rend duket. Po hapa të rend. Hapim vjetrën që është këtu. Dhe që të kuptoni se për çfarë bëhet fjalë. Do provoj t'i bëj contouring dhe Amarilisit sot si do duket. Ma quello vecchio me lo puoi regalare? No. Butto scritto sotto. Quello vecchio me lo puoi... No! Neanche finire la parola. Aspetta un attimo. I love you. Ma chi è tua? Ma chi è tua? Vai. E kuptoni? Se sa bukur duket që No, è bellissimo, infatti io ti vedo. Oh, ma le gemelline, ma Alchita fa sempre così, eh? No, è tre. Dhe përveç se vjen me këtë, vjen edhe me këtë sfurçën këtu mbrapa, që ti shkon dhe e sfumon. Ky putra këtu është. No, però stai bene con le unghie. Sembra una signora persona. Sono lei. Okej. Ho una ciao. E do e bëjmë Amarilis. Ami ngule e kem me vendëri mirë. Ma tu sei bene? Lei? No, se posso mandare. Kush? Ami bëhet tani. Njerë sa ta bëjmë dhe ty. 3, 2, 1. Kjo është rezultati final. Bene, foto su bot, bella foto. Ma dovresti coprire pregio? No, non si copre pregio, dovresti. Sei povera, a volte sei gelosi. Jo u sugjeroj se është shumë i mirë. Shumë mirë. Tani do vej lipglosin e mamis tim. Kjo është me lipglosin e mamis. Edhe me një tjetër. Shumë i bukur. Shkëlqen shumë. Shumë i bukur. Oj, qajere. Oh, guys. Hi guys, sa kemi ardhur te IKEA, që do blej mama? Do më bëj një lote Aha, dhe? edhe tapet. Hi guys, ky është baba Marita. Hi guys. Çfarë bëhen në fshatin? Dhe menduam që të merrim me vete, sepse Arli do t'i blejmë një lodër. Amarilisi është edhe Amit. Edhe Amarilisi është nga gjyshrit, nga mami, nga babi. Edhe se sot babi erdhi me pastrovi çika të
Gjardinën, me që është edhe e ka punën e vet, mesterin e vet. Papi me gjardinier që kështu nuk i shikon dot kur nuk janë sistemuara pemët. Edhe tani jemi në Ikea që do t'ja u tregojmë, prit. Ja njerëz. Edhe thamë që të marrim tapetin, do ketë ndryshime tek shtëpia jonë si vjet. Shpresojmë që t'i mbarojmë gjitha çfarë kemi dëshirë të bëjmë, se dhe shtëpia nuk fryhet kurrë, por që vit pas viti vërej që ndryshojmë diçka për mirë gjithmonë, edhe do marrim tapet. Zakonisht në shqiptar kemi atë synimin e t'i marrim me rombe, me gjëra më kështu, kurse si vjet dua ta marr një ngjyroshe, edhe pse do jetë një sfidë e vërtet, pasi kam fëmijë të vegjël, edhe e bëjmë picë. Shkojmë. Jemi për një shkallë. Che bello! Che bello! Mi pompieri! Shpejt lodrën e ardhit dhe tjera përse do t'ja mbroja vash. Shkoni? Tani do t'ja hapim. Desha t'ju përshëndesje pak me këtë pamje nga shtëpia jonë, sa del nga dera. Ne shikojmë këtë perëndimin kaq të bukur. Dhe thash, okay, po i bëj një video të shkurtër gajsave. Tani do t'ju tregoj edhe se çfarë morëm. Këto janë çunat që lozin. Arli me lodrat. Ok guys, mora 2 nga këto pellushat, një single, një dopjo, një për amarilisin dhe një për të krevati jonë. Por mbas e i përdor dhe për divanin, atë dopjon këtu dhe atë single këtu, si ta shikoj se mund t'i përdorësh në gjitha mënyrat. Këto 2 tapetat, që një është për dhomën e amarilisit ky rrethori, dhe joni është i gjatë për sallonin. Ja u thash kështu shpejt guys, se për zotin kam shumë punë, do t'i futem punës pastroj shtëpinë e tëra merat, se nuk më pritet që t'i sistemoj se jam shumë fiksuar ku marrë gjëra kështu për shtëpinë. Njerëz, shtëpia për momentin është kështu, okay, dhe do t'ju tregoj si do bëhet për pak. Gjithashtu edhe dhoma amarilisit është kështu, dhe do t'ju tregoj si do bëhet për pak. Dhe ja si duket shtëpia. Kemi bler këtë tapeti njerëz, që është super i bukur, super. E kemi marrë nga ky qim me shkurtri, se edhe roboti e lanë më mirë. Edhe si që kam të ngelur vetëm zona e televizorit pa sistemuar, se këto janë komodinat e dhomës, do ngjisim lart kur ta bëjmë. Mendojmë se deri për vit i ri do mbaroj. Kjo është zona ku hajmë dreka darka. Aty kemi robotin. Çuni blevi këto. Edhe tani kam vënë edhe pasqyrën këtu. T'ju tregoj çik musjet e barkut. Dhe kjo është dhoma amarilisit. Kam shtruar pellushat siç ju tregova, këto që mora. Janë shumë të butë. Atje është tapeti i amarilisit, këtu është zona e pianos, komodina. Atje bën amarilisit detyrat. Kemi përndruar çike edhe tubat e perdeve. Edhe kjo është dhoma, gjithashtu edhe këtu i kemi shtruar këtë tapetin e voskël, sa për mos mbajtur këmbët mbërdhej edhe kur bëjnë dush edhe kur të vishet. Edhe le të themi që këto janë ato të reja, kështu duket dhoma. Normalisht që do ta ndrojmë akoma, por një për njëherë mirë është.
shumë produkte të bukura Ardi. Pa qam. Au, mi. Aspetta. Hi guys. Buongiorno. Buongiorno. Nga e djela jo. Është ora 9. 10. Unë s'jova më për pa. Pasaj flejta prapë. Shife dhe më vazhdim. Pa që...
Qysh e bën Arli kolacionin, qysh e Arli mëngjesin, qysh e gjeti babi Arlit mëngjesin. Ja futi kokrizat tu, dhe vinxi, edhe çuni ha. Qysh e hati mami kokrizat, tregoj gajcve. Haqik. Si viç, haqik si viç. Piano. Avash, o niç. O dashuri. Sa i bukur ky vinçi, o zot, o zot, o zot. Njerëz sot kemi punë, do ju marrim me vete. Qa bëhet e të fshatin? Do iqim tubat e perdeve. E tiva më të bukura. Pastaj do ndryshojmë dhe perdet, më vonë. Në kitë bëj një dy shpenzime. Nga marit do në gjatë. O bene jetë. Hey guys, unë që është një bluzë të zezë të hall, sa piva kafe në bërë mëngjesi me burrin, por që është shumë ftohtë këte nga ne, edhe mu duhesh që të visha felpën. Edhe tani do bëjmë gati unë dhe Amarilisi, se do shkojmë bëjmë disa psonisje, disa ushqime. Ndërkohë Arli dhe Amarildo do fillojnë gja me punimet për të ndryshuar ato tubat e perdeve. Dhe pastaj do vim dhe ne dhe t'i ndihmojmë. Dhe thashtë ju marrim me vete. Ja, dhe Amarilisi është përgati dhe do ikim vish çorapet dhe atletet dhe andiamo. Ma po me tranquillo. No, noi andiamo. Çorapet atlete, anch'io. Vai. Ikëm, t'ju marrëm dhe qik me vete. Mama është bërë qik zëri, kështu se është gati të mu ik, të mu ardhë, s'po e marrë vesh, po me siguri është duke ikur. Ikëm tani. Hey guys, kemi ardhë supermercato, do marrim çfarë na duhet edhe do ikim shtëpi. Apriamo il bagaggio, ndërkohë shpeza është këtu. Dhe voilà. Me i lartë gjëra si do t'i vendosim. Dhe tani do t'i vendosim për vende. Ok, vai a portare il carrello lì e andiamo. Hey guys, kam ardhur shtëpi, kam sistemuar shpenzimet dhe tani do t'i tregoj se si... Un attimo Arli,
Se si kam sistemuar shtëpinë edhe perden. Shikoni perden? Për t'ja tregoj më mirë. Kështu duket edhe perdja. Kemi ndryshuar ato atje. Dhe tani kemi shumë punë edhe me Amarilesit. Shikoj që shumë të atje. E shikani? Kur të mbarojmë gjithë dhe ju themi, por që akoma s'ka marru kjo këtu. Goca, përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim, nuk e di, na falni çik për pasqyrën e shumë pastër. Por që kemi bërë shumë ndryshime dhe punime dhe akoma unë nuk i kam mbaruar smari plurat, edhe sistemuar dhe pasqyrat, edhe po të vini re diku atje në Komedina në dhoma ime kam lënë leckën edhe portokazën për të pastruar xhamat. Mirë po, dua t'ju tregoj pak ndryshimin e dhomës samsit që nuk ka qenë as pak kështu. Si fillim është këtu yrja që duket kjo pasqyra. Pastaj kemi bler këtë tapetin tek IKEA, dollapin e madh e kemi shndruar në kaq të vogël, një sirtar është i Amarilesit dhe tjetri është i Arlit. Çao Arli. Kam spostuar këtu të rrobave te dhoma Amarilesit. Edhe këtu është zona ku Amarilesi flen, atje sipër ka bërë Arli me manakyr dollar do fshir. Kemi vënë që tani pemën e vitit të ri, se neve nuk na rrihet, gjithmonë e vëmë shumë shpejt dhe e heqim shumë vonë, se na pëlqejnë shumë festat e fund vitit, pasi kemi shumë kujtime. Na përshkruan shumë festat e fund vitit si familje. Plus tani dua t'ju tregoj pak, na mama. Edhe se si duket, kështu duket. Por akoma nuk kemi mbaruar sepse duam të lyejmë shtëpinë, ta sistemojmë edhe këtë fundjavë. Do vazhdojmë të bëjmë punimet e televizorit siç u kam thënë. Por kështu duket edhe salloni, siç e shikoni, çdo gjë në vendin e vet. Kështu, prit mama, prit. Kam vënë grosh për drek. Edhe ky është dhe salloni që akoma s'ka mbaruar, se edhe këtu do bëjmë ndryshime, këtu do bëhet një punim me karton gesso, kurse këtu lart do lyhet, do vetë bardh, nuk e di çfarë do bëjmë, në një komodino, në një nuk e di çfarë ka ndërmend Amarildo. Tualeti. Prit ma një sekond, prit, duro. Ke marrë iPhone? Okej, bra. Këtu është piano Amarilesit, komodina, puna ime, edhe këtu është krevati, edhe kemi hapur çik derën e dhomës. Për hajrosje kemi nder edhe rroba tek balkoni. Edhe kështu është shtëpia ime për momentin. Këtu kemi rrobat, siç ju thash, të ndera. Edhe ja, kjo është shtëpia jonë, ngjyrat që kam kombinuar krevatin më pëlqejnë kaq shumë sa se keni iden. Këtë e blevëm te IKEA. Bashk një dopjo, një tekje. Shikoni siç ju thash pasqyrat si janë, e shikoni? Se kështu është kur ke fëmijë të vegjël, ja, zgjer. Këtu kam, siç ju thash, këtu kam portilar dhe i kam lënë këtu, por se kur të bëjmë mbar se di. Por ju do thoni ç'ne ti hape sërish kamerën edhe do na xhirosh, sepse sot do shkojmë të nisim porosin e mailit për Gjermani edhe të levës në Suedi. Edhe thash t'ju marr me vete të hapim edhe vlogun, se disa i gjatë do këtë bajt edhe po, vloget më janë bërë për të larë, se sa bërë edhe palestër sot goca. Që kështu sa po të vina Amarildo, do iki unë. Ja pra edhe dy porosit e bukura, kjo do shkojnë në Suedi tek leva, dhe kjo do shkojnë në Gjermani tek maili. Goca, jam në makinë, kam marrë edhe pakot me vete që t'i qojmë, sa po të marrë Amarilesin, si që thash njëra niset për në Gjermani dhe tjetër për në Suedi. Edhe t'i qojmë, shkojmë marrë Amarilesin.
Marili si njerëz dihet duhet ishte tek një ditëlindje një shoku të klasës dhe neve nuk e shuam se haruam me gjitha të punë që u morëm, plus i erdhi shoqja në shtëpia e Amit, Simona, që kështu mami i djalit që kishte ditëlindje na dha këto karamelet. Kjo është për Arlin dhe kjo është për Amin. Shumë gest i bukur. Morën bukuroshen. Tani dikim me mamin te posta. Okay. Do t'ja jap të dyve në shtëpi.